Në kuadrin e 60 vjetorit të rivendosjes së marrëdhënieve diplomatike Shqipëri-Austri, Universiteti i Shkodrës Luiq Gorakuqi në bashkëpunim me ambasadën austriake në Shqipëri dhe konsullatën austriake të Nderit në Shkodër, kanë organizuar Akademinë Shkencore Ndërkombëtare me titull Komisia Letrare Shqipe 100 vjet më pas dhe mendimi albanologjik. I pranishëm në këtë veprimtari ishte edhe ambasadori i Austrisë Johann Sattler, i cili në fjalën e tij theksoi rëndësinë e kësaj dite, sidomos për marrëdhëniet e mira mes këtyre dy vendeve. Në vitin 1801 është hapur e para konsullata austriake në Shkodër pikrisht. Kjo më gëzon tej mase edhe për bashkëpunimin që kemi me konsullin aktual. Ajo çfarë ne festojmë sot shkon 100 vjet përpara. Gëzohem që festojmë 100 vite kombësi shqiptare. Kjo është një festë që unë s'do ta harroj sepse është një shembull i mirë mes dy vendeve tona dhe është një rast i veçantë sepse ne festojmë kombësinë letrare, pra ka të bëjë me gjuhën. Dhe gjuha është themeli i komunikimit mes njerëzve. Për ambasadorin Sattler, kjo ditë është një shans mjaft i mirë për të nderuar edhe kontributin e shkencëtarëve që krijuan Komisinë Letrare Shqipe. Është një ditë e veçantë për mua, pasi është edhe një shans i mirë të nderojmë shkencëtarët austriak dhe shqiptar, që kanë qenë ndër vite dhe të mos humbasim, si Gjergj Fishta, Luiq Gorakuqi, të cilët kanë themeluar Komisinë Letrare Shqiptare, të krijuar nga austriakët, që të mos çojë edhe në themelimin e ortografisë shqipe. Gjatë kësaj konference, pedagogët e Universitetit të Shkodrës Luiq Gorakuqi referuan një sër temash si roli i Austrisë në mbështetje të zhvillimit të arsimit, shkencës dhe kulturës në Shqipëri, lufta në Komisinë Letrare Shqipe në Shkodër 1916-1918, apo Komisia Letrare Shqipe në Shkodër si një vlerë e veçantë e kulturës sonë.